fare shkurt Lala Mërtiri, kemi të bëjmë me një persekutim politik që shënë avokatët të Veliut a jo? Qiko, unë po shof këtë fjallorin politik të Cambridge-it. Qarë është një burgosur politik? Dikush që futën në burg për shkak se shpreh mos pranim ndaj qeverisë vetë ose për përkatësi në një organizatë, raca apo grup shoqëror që nuk miratohet nga qeveria. Kemi të bëjmë këtu me këtë? Ai po futet në burg për vjedhje. Tani nëse ne quajmë hajdutin politikan, atëherë po ky është i burgosur politik, se është për vjedhje. Do të thënë burgosur politik e ka Ramën se ka burgosur Berisha. Po dakord pra, po Rama nëse themi që ka burgosur Rama, se mund të them ka burgosur Paku, se ka burgosur Rama. Por ai thotë jam burgosur politik. Atëherë të flasi kundër shefit vetë. Në qoftë se ai akuzën e ka Prizia Velia, nëse akuzën e ka për bindje, kjo po mund të ishte i burgosur politik. Po ai se ka për bindje, nuk e ka për politik. E ka për vjedhje, e ka se ka bërë korrupsion, ai ka bërë këtë korrupsionin. Duket që e ka bërë. Dosja nuk është pa argumente, pa fakte. Do të thonë dosja ka fakte reale, problematike, kështu që këtu s'ka lidhje fare me politikën. Nuk është se ky po bë se ky ka marrë në qendrim kundër Ramës. Përkundrazi, ky çka ka dashur Rama ka bërë. E ka mbjell Tiranën me kulla, ka bërë gjithë tendrat që ai ka kërkuar Rama, gjithë ortakët e Ramës ju ka dhënë koncesione. Ku ka dalë kundër Ramës ky? Në çfarë pikë? Burgosur politik tani po ti vesh re, doktori jep konferenca shtypje aty, mbledh njerëz të vet, simpatizantët që i bërtisnin. Pastaj Bashkia e Tiranës vajtit e Kangjellat, bërtiste dhe ulurinë e fortë të Kangjellat e gjykatës, Spakut. Edhe tani kjo pengesë është themi. Atëherë, zoti Rakiti, ndërhyra pak dhunshëm që parë tek zoti Zoga, jo se nuk po thoshte të njëjtën gjë që mendoj unë. Erion Velia nuk është një burgosur politik. Dhunshëm? Nuk po gjykohet. Jo dhunshëm, se unë nuk e ndjeva si dhunshëm, se më duk kështu si. Atëherë, Erion Velia sipas meje nuk është një burgosur politik. Sepse nuk po gjykohet për ide apo se është jo normale, ndaj unë doja ta sqaroja për opinionin publik. Erion Veliaj është duke u gjykuar aktualisht në seancë paraprake për 13 akuza penale, 9 prej të cilave në ndyshimet për korrupsion. Dhe Spaku pretendon që për secilin nga këto akuzat ka prova. Zoti Veliaj thotë nuk ka, megjithatë është një debat që vazhdon në gjykatë. Pra sa i përket hetimit penal, ndjekja penale është ushtruar konform çdo procedure ligjore. A bijem në dakord të gjithë që Erion Veliaj duhet hetohet edhe për histori të tjera të inceneratorëve tjera me radhë, patjetër që ka vend edhe aty për të hetuar, ndoshta do të ishte mirë edhe për opinionin publik që të kishte filluar aty. Pra të qartësohemi. Ka një gjë që se thënë nuk ka prova. Prova ka. Problemi është si i marrim këto prova. Janë këto prova bindse që kjo vepër është kryer apo jo, po prova për të hetuar ka. Jo, se fshati ka një nuk mund ta thotë as vetë Velia që s'ka prova për të hetuar. Spaku e hetoi për ato gjërat e vogla, por nuk e hetoi për çështjen e madhe. Është çështje tjetër, ato i ka. Po pra, kjo e bën që të jetë burg për korrupsion, nuk është për aktuale në Spak. Prokurorët pretendojnë që kanë prova për të provuar këto vepra penale. Pra, Erion Veliaj nuk u rrëmbyje nga Spaku dhe jo, Spaku është drejtuar gjykatës, gjykata ka caktuar një masë sigurie dhe po qëndron në paraburgim mbi bazën e masës të marrë konform kushtetutës dhe ligjit. Bazuar në prova dhe ndyshimet arsyeshme siç parashikon ligji. Pra, nuk i është shkelur asnjë drejt, është një person i cili për mua ka bërë shumë tepër, por gjithsesi është aty për këto gjëra. Ama, nëse unë them që për Erion Veliajn, si çdo funksionar tjetër, duhet hetuar, gjykuar e tjera me radhë, nga ana e prokurorisë posaçme ose çdo prokurori që ngarkon ligji, sa i përket shkarkimit, unë kam dyshimet e mia. Dhe në fakt nuk lidhen me emrin e Erion Veliajt. Lidhen me mënyrën se si funksionojnë institucionet. A mundemi ne të pranojmë si njerëz me logjik dhe njerëz të edukuar dhe të shkolluar që qeveria të sillet si barbar me çdo kënd që i del përpara, pra të thash po e heq emrin e Erion Veliajt. Po flas për cilin do kryetar bashkie tjera me radhë. A mundemi ne të pranojmë që një president i Republikës të bëhet noter i çdo kërkese të kryeministrit? Unë për vete nuk e pranoj. Pra, të them, Mërtir, po i ndaj në dy pjesë. Erion Veliaj për mua ka bërë shumë herë më tepër se sa e akuzon Spaku. Por nuk mund të them që është një burgosur politik. Jo, është një person i akuzuar dhe i pandehur për 13 akuza penale, të cilat le t'i debatojnë gjykatë dhe të vijojnë. Nëse bien ato akuza, atëherë do jetë ka drejt me thënë që më për ndjekur politikisht. Është gjë tjetër. Dhe mund të rilin, si që ka ndodhë me Fatosna, janë rinjë. Ama, tek shkarkimi, unë personalisht, tek shkarkimi, sepse ligji është... Një avokat që të diskutojë nesër, po për fat
Zoti Gjokuta mi fut mua këto, më thotë, nuk diskutohet as fajësia dhe as masa e sigurimit nesër. Po e se kuptojmë pra se... Nesër diskutohet vetëm ligjshmëria dhe kushtueshmëria. Pa që si që thamë... Rakipi, nëse kishe mendjen thash... Pa që në avokatër këtë thamë. Qartë. Okej, atëre. Por problemi është këtu, Prec, do me thënë se e lexoj edhe Mërtiri atë. Ai është përkufizimi klasik. Po, ai për shembull kur lexojmë... Unë e ti e thua në plan metaforik. Çfarë ka ndodhur nga Shqipëria deri në Bashkimin Sovjetik ose në Afrikë të Jugut, ai është përkufizimi klasik i burgosurit politik. Po këtu është përkufizimi. Tash dalin ke përkufizimi modern. Për një burgosur politik, sepse Sarkozia që përmendi Preci, që i quan veten po të njëjtë, nuk është çmendur, e di që nuk do shkojnë gulag, por flitet për një komplot politik. Erion Veliaj, po themu, unë s'kam pas një shpresë, por shumë nga këta të vetët që e mbanin si delfinin e Edi Ramës. Pra, quaj Gjasme ishte në konkurrencë Vitet e para. me Edi Ramën. Vitet e para, se pastaj ai mendoj që qofse te kjo delfinit duhet konkurenca vite lart. politike, për të njëjtin krim që përmende ti, për kullat që bëjmë bashkë, për vjedhjet e zgjedhjeve që bëjmë bashkë e tjerën, njërin drejtësia e kap dhe tjetrin e amniston, atëherë drejtësia në këtë rast ndërhyn konkurencën politike. Po s'është i burgosur politik, gjithsesi. Kjo e bën burgosur politik. Jo, nuk e bën burgosur politik. Kjo e bën, Po jo pra i shërben dikujt. Nëse drejtësia dikujt nuk ja ka dhënë hakun, po dikujt ja ka dhënë, kjo nuk ka të bëjë fare. Vero Velia po dënohet me hak plotësisht. Por në qoftë fakti që nuk ja kanë dhënë këtë drejtësi dikujt tjetri, nuk është drejtësia mund të ketë standarde të ndryshme, por jo që mund ta bëjë Erion Velia burgosur politik. Unë kam tezën dhe prej asaj më ka buruar kjo dhe nuk është çështja për Erion Velia, që ideatori, arkitekti, hajduti, përfituesi inceneratorëve është Edi Rama. Është Edi Rama. Po këtë e kemi të gjithë, Prit. Në qoftë se këtë e kemi të gjithë dhe Edi Rama dirigjon drejtësinë për t'i dhënë ca viktima, Alqi Bllakon, Lefter Kokën, tjetrin për inceneratorin dhe vetë shpëton, këtu jemi në rastin tipik të indrejtësie politike. Dhe në qoftë se është kështu, edhe Alqi Bllako dhe Lefter Kokë me dy standarde bushat, jo burgosje politike. Po jo pra sepse i burgosur politik do të shkosh me ide, po jo pra se problemi ky është. Ti thua i burgosur politik duhet shkosh për ide të bushat. Do të thonë nuk mund të shkosh se njëri është amnistuar dhe tjetri jo. Aty janë dy standarde të ndryshme. O Klodi është gjithmonë vepra penale, ma jo e ndanë, tjerat janë fjalë. Kush të burgosur politik? Jo, po bushati po thotë një tjetër që i bënin për sabotator nafte në Shqipëri, po thotë që gjykata ide. Thjesht i dënonin politikisht. Ishin trunje për ide. Është histori tjetër apo ja? Është historia. Ajo është histori. Si burgosur politik është Fatos Tubonja, nuk është Erion Veliaj. E një regjimi partjak ku s'ka drejtësia është e gjitha kontrolluar dhe ajo urdhrohet. Ato janë, sot e kenë Rusiat, sot e kenë Kinë, sot e kenë vendet tjera autokratike. Atere, kurse këtu... A ka qëni burgosur politik? Po, rilindi. A ka qëni burgosur politik? Në një sistem demokratik ishte i burgosur, shu janë dhe këta të burgosur politik në një sistem demokratik. Se nuk është kjo. Ka disa nivele analizë. Dhe këta i marin të kejtë, pra do të thotë që marin të kejtë të drejtësisë Alush Dragoshit e të Benqeleshi. Ka disa... Se njëjta të prodhojnë të burgosur politik. Mos harroj gjë që është vepra penale. Fatos Nano u vërtetu, u ngri gjithë bota dhe gjykata tonë në fund, thonë që s'ka vepër penale. Ajo është një hakmarrje politike, nxitim, ku di unë e tjere, donin ta menjanonin sepse Partia Socialiste pa pritur për 3 muaj, nga 27% shkoj partije parë prapë, ç'atë bëjmë? Doli Eduard Selam, miku im, qëse sa arrestojmë Fatos Nano, ne humim çdo gjë. Ajo ka pas kontekst politik. Doli Edi Rama tha, unë Arben, Ameta i t'ja bëj më keq se ja bëjnë këta të spakut, pas 2 javë shkojnë në burg. Më keq se Selam. Më keq se Selam. Jam duke të thënë, Fatos Nano ka fituar pa fajësi në aulën e gjykatës. Po e fituan, ata që kanë ndërmend të rinë,
rilind nga karriga të burgosur, ka rilindur, Fatos Nana është bërë kryeministër për këtë shkak. Unë e ti nuk kemi pritur Strasburgun dhe gjykatën e lartë për t'i thënë Fatos Nana si burgosur politik. Jo, unë ja kam thënë... Sepse shenja duken, si arrestohesh. Pa tjetër, ajo ka qenë skandal. Po është dukur edhe qartë që është drejtësi politike, se drejtësia e Dumanit është shumë më keq se drejtësia e Pastaj mos harroj një gjë që ka pas në vjetë shtete, organizata ndërkombëtare, Tani, që kanë ardhur, misione kontrolli.